Shtohet edhe një tjetër taks, kush jep shtëpinë me qira ditore, ja sa do të paguaj. Të gjitha strukturat akomoduese që funksionojnë me regjim ditor duhet të paguajnë taksën e infrastrukturës arsimore dhe tarifën e pastrimit në varësi të qarkullimit vjetor. Në projekt vendimin për disa shtesa dhe ndryshime në sistemin e taksave dhe tarifave vendore në qytetin e Tiranës. Propozohet shtimi për kategori të tjera biznesesh me qëllim llogaritjen e taksës së infrastrukturës arsimore dhe tarifën e pastrimit. Më herët në këtë taks përfshiheshin vetëm hotelet dhe motelet, lek dhomë në vit. Por si do të llogaritet detyrimi për tarifën vendore të pastrimit dhe taksën për infrastrukturën arsimore sipas ndarjes së xhiros për strukturat e qerasditore, sipas vendimit numër 158 datë 26/12/2019 për miratimin e sistemit të taksave dhe tarifave vendore në qytetin e Tiranës. Taksa për infrastrukturën arsimore dhe tarifa e pastrimit llogaritet si detyrim fiks vjetor, por ndryshon sipas kategorisë së xhiros së biznesit. Deri më tani për njësitë e shërbimit, tarifa e pastrimit paguhet vetëm nga hotelet dhe motelet. Për shembull, tarifa e pastrimit për një biznes në kategorinë e njësisë së shërbimit hotele dhe motele me xhiro ditore nga 0 deri 2 milion lek, tarifa e pastrimit është 5 presje 750 lek në vit. Me propozimin e Bashkisë Tiranës, kjo taks do të paguhet edhe nga strukturat e qerasditore, bed and breakfast, apo siç njihet ndryshe, B&B. Ndryshe nga hotelet, B&B janë të zakonshme biznese familjare ose private me pak dhoma dhe nga bujtinat. Pra nëse xhira e tyre vjetore do të jetë deri në 2 milion lek, detyrimi për tarifën e pastrimit do të jetë 5 presje 750 lek në vit. Detyrimi do të jetë i njëjtë sa modeli dhe hoteli me xhiro vjetore 2 milion lek. Për bizneset me xhiro nga 2 deri 8 milion lek, tarifa e pastrimit fikse vjetore është 11 presje 500 lek, plus tarifës dhe biznesi në këtë fash xhiro paguan plus edhe një presje 150 lek për dhomë. Pra nëse një hotel apo motel ka 5 dhoma, i paguan detyrim vjetor prej 11 presje 500 lek si tarifa fikse vjetore plus 5 dhoma, shumëzim një presje 150 tarifa dhomë e barabartë me 17 presje 220 lek në vit. Edhe për bizneset e shërbimit të përfshira në kategorinë e xhiros mbi 8 milion lek, tarifa e pastrimit llogaritet në të njëjtën faturë. Për këtë kategori taks fikse vjetore është 34 presje 500 lek në vit, ndërsa për dhomë është një presje 725 lek që i shtohet detyrimit prej 34 presje 500 lek dhe për bizneset VIP tarifa e pastrimit në dhomë është 2 presje 900 lek plus tarifa fikse vjetore prej 69.000 në vit, ndërsa tarifa e përkohshme infrastrukturës arsimore për njësinë e shërbimit me xhiro vjetore nga 0 në 2 milion lek është 2 presje 500 lek në vit, për bizneset me xhiro nga 2 deri 8 milion lek është 4.000 lek në vit. Për biznes të kategorizuar në xhiro mbi 8 milion lek, tarifa për llogaritet 17.000 lek në vit dhe për bizneset VIP taksa llogaritet 32.000 lek në vit.